Në tregun shqiptar të makinave ekziston prej vitesh një debat i heshtur, por i fortë. Audi i Gjermanisë apo Audi i Koresë? Shumë e lidhin origjinën me cilësinë, të tjerë me qëndrueshmërinë, ndërsa kohët e fundit është shtuar edhe një pretendim tjetër se makinat nga Korea janë më të rënda. Por sa prej këtyre bindjeve mbështeten në fakte dhe sa janë thjesht perceptime të krijuara nga tregu? Së pari duhet sqaruar baza. Po flasim për të njëjtën markë Audi, pjesë e gigantit industrial Volkswagen Group. Standardet e prodhimit, teknologjia e përdorur, struktura e shasis dhe sistemet e sigurisë janë të njëjta, pavarësisht nëse makina shitet në Berlin apo në Seul. Audi nuk prodhon një version më të dobët për një treg dhe një tjetër më të fortë për një treg tjetër. Cilësia bazë është globale. Atëherë nga lind dyshimi? Diferencat reale nuk qëndrojnë tek metali, motori apo siguria, por tek konfigurimi. Në Gjermani, blerësi tradicionalisht zgjedh shumë opsione individuale dhe shpesh orientimi ka qenë drejt motorëve diesel. Në Kore, për arsye konkurrence dhe kulture tregu, shumë modele vijnë të pajisura me opsione, zakonisht me motor benzine dhe transmetim automatik. Kjo krijon dy profile të ndryshme të së njëjtës makinë. Këtu futet edhe çështja e peshës. Shpesh dëgjohet shprehja, Audi nga Korea është më i rëndë. Në realitet, pesha fabrike e një modeli të caktuar është e njëjtë kudo në botë, nëse konfigurimi teknik është i njëjtë. Një Audi A6 me të njëjtin motor dhe të njëjtin sistem tërheqjeje peshon njësoj, pavarësisht destinacionit fillestar të shitjes. Megjithatë, makinat për tregun korean shpesh kanë më shumë pajisje standarde. Tavan panoramik, sedilje elektrike me memorie, ventilim sediljesh, sisteme audio premium, izolim akustik më të avancuar. Këto elemente shtojnë peshë, por flasim për dhjetëra kilogram, jo për diferenca thelbësore strukturore. Po ashtu, versionet me sistemin quattro apo motor më të fuqishëm janë natyrshëm më të rënda, por kjo vlen njësoj për çdo treg. Një faktor tjetër është ndjesia në drejtim. Një makinë me pezullim më komfort, me goma më të buta dhe me izolim më të mirë akustik mund të ndihet më e rëndë në timon, edhe kur shifrat zyrtare nuk ndryshojnë. Shpesh perceptimi ngatërohet me realitetin teknik. Nga ana tjetër, nuk duhet anashkaluar dimensioni psikologjik i tregut. Makina nga Gjermania shihet si më autentike, ndoshta për shkak të lidhjes emocionale me origjinën e markës. Ndërsa makina nga Korea shihet me skepticizëm, jo për arsye teknike, por për arsye perceptimi dhe mungesë informacioni. Në fund, faktori më i rëndësishëm nuk është shteti nga i cili është importuar makina, por historia e saj. Mirëmbajtja, kilometrat reale, aksidentet, serviset e rregullta. Një Audi i mirëmbajtur nga Korea mund të jetë shumë më i mirë se një Audi nga Gjermania me histori të paqartë. Debati mes Audi i Gjermanisë dhe Audi i Koresë është më shumë mbi tregu se sa diferencë inxhinierike. Pesha nuk përcaktohet nga flamuri i vendit, por nga konfigurimi teknik. Cilësia nuk përcaktohet nga porti i nisjes, por nga mënyra si është trajtuar makina. Audi mbetet Audi. Dhe zgjedhja e zgjuar nuk bëhet me paragjykim, por me verifikim.